Ne e falënderojmë Allahun dhu xhelal që na ka dhënë mundësi me fitu sevape pa kufi. Se janë 3 veprime që i bën muslimani që e kanë shpërblimin pa kufi. Cilat janë ato? E din dikush? Sabri, agjërimi, 2, edhe 1. Namazi është adhurimi i madh, ama nuk është përmendur në Kur'an se ka sevapin pa kufi. Gjihadi, s'është as gjihadi. Hajde. 2 i gjetëm, na mirë, 70% më thonë. Edhe 1, falja. Thot Allah në Kur'an, kush fal edhe është i devotshëm, shpërblimi ka te Allahu. Sa? Nuk e di. Edhe për sabrin që ka tha Allahu, Allahu i pagun sabërlit pa hesab. Edhe për agjërimin e dini, agjërimi është imi dhe unë shpërblej për te sa, Allahu e di. Majnë e men, 3 gjana kanë shpërblim pa kufi. Agjërimi, zatën agjërimi edhe quhet sabër. Se muaj agjërimit është muaj sabrit, se agjërimi pa sabër nuk bëhet. Agjërimi, sabri dhe falja janë 3 adhurime që kanë shpërblim pa kufi. E tash, pse na duhet me falëndru Allahun kur na vjen një keqe? Sepse nëse na jemi sabërli në këtë keqe që na ka ndodhur, Allahu na shpërblen pa kufi. Ande themi, o Zot, elhamdulillah që ma çove këtë keqe mbi kokë, e ma dha imanin me bo sabër, atë që e fitoj është ma e madhe sa atë që e hupi. Kjo është matematika.